Urdhro? Ishte replika, po. Kjo fjala e zotit Balla ishte për replik. Dhe replik mbi replik nuk jepet, zoti Bito. Zoti Bito. Nuk bëhet replik mbi replik sipas rregullores. Nuk e kam shpikur unë, e ka rregulloria. Ju lutem. Ishte fjalë për replik, Zoti Bito. Ina s'ka drejt bëj replik. Por, sepse ajo quhet replik. Të tjerët kanë drejt repliku i përmendim. Jo, pyete. Konsultohu me rregulloren zotëri dhe jo me tonë. Konsultohu me rregulloren. Çfarë po kërkoni se nuk e kuptoj? Çfarë po kërkoni? Çfarë? Urdhro? Nuk bëhet replik mbi replik. Fjala e zotit Balla nuk ishte diskutim, ishte replik. Në përgjigje të një replik. Nuk mund të replikohet mbi replikën e replikës të replikës. Kjo është rregulloria. Nuk e kam shpikur unë, e keni votuar vetë. Ju lutem, asnjëherë nuk është dhënë fjala për replik mbi një replik. Sipas rregullores. Uluni. Ju lutem, uluni të vijojmë seancën. Gjeni një arsye tjetër për ta prishur seancën, po jo këtë, se kjo s'qëndron. Të lutem, zoti Noka, të lutem, mos e prishni seancën për një normë që është vendosur në rregullore dhe nuk është shkelur kurrë. Ju lutem. Ju lutem. Mund ta dëgjojmë kolegun? Mund ta dëgjojmë kolegun Bito? Zoti Bito, fjala për ju. Të një mazokizmi politik ku Berisha në burg dëgjohet e egzaltohet Partia Demokratike, shohim absurditetet të mëdha. Shohim që dalin pro protestës ata të cilët kanë dhënë apartamente me familjarëve të tyre të entit banesave dhe dalin këta pro banesve. Flasin ata të cilët kanë përqindje në zonë të mbrojtur në Arameras dhe na dalin dhe atje nuk protestojnë në zonë të mbrojtur, shkojnë dhe protestojnë në një zonë tjetër të mbrojtur se s'ka aksione. Flasin për arsimin ata të cilët kanë zaptuar oborin e shkollës Koto Hoxhi në Gjirokastër dhe na flasin ata për arsimin. Flasin sot për të drejtat e këtyre protestuesve, njerëz të cilët janë qartazi në shkelje të neni 13 të kodit të sjelljes, që përcakton se konflikti i interesit është ai subjekti i interesit privat që mund të ndikojë në kryerjen e detyrave publike të një deputeti. Ta zotrin këtu, të cilët zguxojnë që të flasin për çështjet e mëdha të kombit, këta zotrin të cilët zguxojnë që të flasin për konfliktin e tyre të interesit, na flasin ne sot në parlament duke bërë dhe zhurmuesi. Zoti kryetar. Mbani qetësi, ju lutem. Ju lutem. Zoti Bito. Jo s'mbaroj koha, se vazhdoj dot. Se mbaroj, se vazhdoj koha.
Ju lutem uluni të vjojmë seancën. Zoti Bido nuk mund ta mbajë dot fjalën e vet procedurë në këto kushte dhe ka të drejtë. Ju lutem uluni. Kjo është mungesë, kjo është shkelje kodit sjelljes nga ju. Ju nuk respektoni kolegun kur flet, siç ju respektoam ne të gjithëve ju kur folët. Ju nuk respektoni kolegun kur flet, sepse kështu keni bërë politikën 35 vjeçare, e kanë të drejta ata protestues që ju sulmojnë juve. Jo, nuk po vazhdoj. Si flet ti flas dhe unë, jam duke folur. Ju lutem zini vendet. Ju lutem zini vendet. Jo, zoti Balli, nuk po e prish shumë, përkundrazi. Kam një listë shumë të gjatë me fjalë procedurë, po ja u jap gjithëve fjalën një për një. Megjithëse askush nuk po flet për procedurë dhe 5 minuta pushim.